Ramazani nuk është thjesht një periudhë agjërimi, por një udhëtim i thellë shpirtërar, një mundësi për të pastruar shpirtin, për të forcuar vullnetin dhe për t'u afruar me Zotin. Gjatë këtij muaji njeriu mëson durimin, disiplinën dhe sakrificën, duke lënë pas zakonet e dëmshme dhe duke u përqendruar tek vetë përmirësimi. Nëpërmjet agjërimit mësojmë se sa pak kemi nevojë për të qenë të lumtur, një vakt i ndarë me të tjerët, një buzëqeshje e dhuruar, një lutje e sinqertë, të gjitha këto na bëjnë më të pasur shpirtërisht. Agjërimi nuk është vetëm për trupin, por edhe për zemrën. Ai na ndihmon të pastrojmë mendimet, të kontrollojmë emocionet dhe të rigjejmë qetësinë e vërtetë. Ramazani është koha kur njeriu ngrihet mbi të metat e veta, kur çlirohet shpirti nga pesha e së kotës dhe kur zemra rrigjen energjinë pozitive. Është muaji i mëshirës, i faljes dhe ripërtëritjes, dhe në fund të tij, shpërblimi më i madh nuk është vetëm festa e Bajramit, por njeriu i ri që kemi ndërtuar brenda vetes, më i fortë, më i pastër, më i ndërgjegjshëm për qëllimin e tij të jetës, sepse Ramazani nuk është vetëm një muaj, është një udhëzim për gjithë jetën.